أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatat dhe selamet, përshëndetjet dhe lutjet tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin e Abdullahut, për Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt dhe për sahabët, shokët e tij të nderuar, të cilët ishin të kënaqur me Zotin e tyre dhe pejgamberin e tyre, por edhe Zoti dhe pejgamberi i tyre ishin të kënaqur me ta, mo ashtu siç Allahu na tregon Kur'an kur tha radhiyallahu anhum wa radu an, Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e tyre, si dhe lutjet, duat tona më të mira janë për gjithë ata të cilët e pasojnë fjalën e Zotit dhe sunetin e pasët Muhamedit alayhi salatu wassalam gjërë ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi në vazhdimin e ligjerimeve tona ku jemi duke folur për gabimet e namazdive dhe sot inshallah do të flasim diçka në lidhje me gabimet e namazlive në namazin e xumaz, sidomos për gabimet që mund të na privojnë nga sevapi, që hiç fare të mos fitojmë prej sevapeve të namazit të xumaz, apo edhe të na i paksojnë shpërblimet e ditës së xumaz. Aus ibn Aus thot, pejgamberin alayhi salatu wassalam, e kam dëgjuar të thot, kush lahet mirë ditën e xumaz, edhe pastaj niset për të shku herët në xhami, ecën duke mos hip ndonjë mjet, i afrohet imamit dhe e dëgjon atë pa fol, në çdo hap të tij do të ketë shpërblime sikur ka agjeru dhe është fal natën për një vit. Kush lahet ditën e xumaz, do të flas inshallah edhe pak më shumë edhe në lidhje me gustin ditën e xumaz. Kush lahet ditën e xumaz për namaz xumaz dhe më pas niset për shku herët në xhami. Herët del, me herë masi të lind dielli, është mirë me dal edhe më nis për me shku në xhami. Ecën duke mos hyp në ndonjë mjet dhe i afrohet imamit. Shkon domethënë më afër imamit në safat e parë, se jo për shembull disa ishe hyn në xhami dhe vendoset atje në çdo vend xhamis, nuk e ka kujdesin që t'i afrohet imamit. Dhe do thot e dëgjon atë pa fol, nuk flet. Edhe për këtë inshallah do të flasim. Në çdo hap të tij do të ketë shpërblime. E shpërblimet Allahu ka më dhënë sikur të ketë agjeru dhe të ishte fal namaz të natës për një vit. Çdo hap Allahu ja shpërblen shumë. Pastaj ka atë hadithi tjetër, këtë hadith të cilin e lexova e përcjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Abu Davudin në Sunenin e tij, dhe është hadith sahih, edhe të tjerët. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Ebu Hurajra dhe hadithin e gjemë të Sahihu i Buhariut dhe Muslimit, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur vjen dita e xumaz, melaçet qëndrojnë në dyert e xhamis, edhe i shkruajnë një nga një emrat e njerëzve që hyjnë. Shembulli i atij që vjen në orën e parë ngjason me atë që bën kurban një deve. Ai që vjen më pas ngjason me atë që bën kurban një lop, e ai më pas me një njeri që bën kurban një dele, e pastaj e ka sikur me bë kurban një pul, ose së fundmi ai që vjen pak para se me fillu namazi i xumaz e merr sevapin, sikur me pazon sadak një vezë. Në kohën kur imami ngjitet, ata i mbyllin regjistrat dhe dëgjojnë atë që thuhet. Melaçet i mbyllin regjistrat dhe fillojnë me dëgju atë çfarë thuhet. Neve kemi përcjellës të nderuar vëllezër.
neve na përcjellin melaçet. Jo vetëm neve, të gjithë njerëzit përcillen nga melaçet. Çdo fjalë dhe vepër e mirë shkruhet prej melaçeve të cilët qëndrojnë në anën djathtë tonën, dhe çdo fjalë dhe vepër e keqe shkruhet nga meleku që e kemi në anën e majt. Dhe këta i kemi kiramen katibin, ya'lamuna ma taf'alun, këta janë fisnikët që shkronjësit fisnik të cilët shkruajnë dhe dinë çdo gjë që ju veproni. Dhe jemi vazhdimisht në përcjellje. Andaj edhe kur ti je vetëm, edhe kur ti je në publik, dije se je i përcjellur për atyne që i shkruajnë ato dhe do të ballafaqohesh në ditë kiametit me atë se çfarë kanë shkruar melaçet. S'ka ditë kiametit me thonë, jo, s'është e vërtet, jo është. Minut, edhe çdo ditë të jetës tënde, në cilin vit, cilin ditë, në cilin orë, para dite, mas dite, natën, në publik, në vetmi, çdo gjë do të regjistrohet dhe do të paraqitet ditë kiametit ty para Allahut Azza wa Jall. Dhe do të jep llogari për ato. Nëse don Allahu të fal, e nëse don të dënon për mëkatet që i ke bërë. Mirë po, nuk janë të vetmet këto melaçet, të cilat kanë të bëjnë me jetën tonë. Ka melaçe që na qëndrojnë para dhe prapa, në djathtë, në çmajt, në lart, poshtë, të cilat na ruajnë prej fatkeqësive. Dhe ka në hadithe në momentin kur ka me të godit një fatkeqësi, këto largohen dhe ndodh fatkeqësia që ka qenë e pashmangshme për ty. Dhe lutim Allahun Teala që të jemi gjithmonë në mbrojtjen e Zotit ton dhe të mos na i largoje melaçet përcjellëse të cilët kanë për obligim me na ruajt nga çdo e keqe. Dhe ka melaçe të cilët puna e tyre është përcjellja e rreve, shiut. Allahu i urdhëron shkone, lëshone shiun në filon vendin mos lëshoni shi se nuk po japin zeqat dhe le të ketë thatësi. Allahu ka melaçe të cilët puna e cilave është zbritja e rrezikut, sikur që është e Mikailit. Ka melaçe të cilët puna e tyre është me marr shpirtrat e njerëzve që bën vdekjen, ndan shpirtin prej trupit fizik, material dhe ndodh vdekje. Dhe ka melaçe janë të shumta, të cilët na presin edhe në varre, ka në qije, ka melek që misioni ti ka qenë mi kontaktu të zgjedhurit e Allahut që kanë qenë pejgambert dhe mi tregu çfarë po kërkon Allahu prej tyne. Mirë po, kemi edhe melaçe të cilat ditën e xumë rrin para derës dhe presin kush po vjen me fal namazin e xumas. Dhe i shkruajnë emrat. Dhe kjo subhanallahu shumë e çuditshme, askush s'ta lyp ty letër njoftimin. As kush nuk ta lyp ty ndoj dokument identifikimit. As ki qip, as ki diçka që i dim neve është fjala prej mënyrave se si identifikojmë neve individet. Mirë po, ajo në regjistrin e vetë që ka me paraqit para Allahu Teala të regjistron ty, e din kush je, djali ku je. Dhe shkruan në listën atyne që do t'i falen mëkatet që në vepru gjatë javës. Dhe ti, nëse shkon, para se me fillu khatibi me majt hutbën e tij, para se me fillu ligjerusi me majt ligjëratën e tij ditës premte në xhami, nëse ke shku para se me fillu, ty të është regjistru emni. Por thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse imami është në gjitë, në minber, e minberi duhet të jetë 3 shkallësh, jo minbere sigur të ne që gati si në minare me hy, plot shkallë. 3 shkallë, sa për me u dëgju, zoni dhe me u vequ se kush po flet për me e pa njerëzit se kush po flet. Kështu ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam, minberin e tij dhe kështu duhet të jenë minberet në për xhamiat tona. Nëse jemi për përcjelljet e traditës, duhet me përcjell traditën e vetë pejgamberit alayhi salatu wassalam, e jo traditë që ne e kem gjetë në objektet tona fetare apo nga prindërit ton fetar.
po do të me shiqu se si ka qenë kot pejgamberit alayhis salatu wassalam feja. Sikur që thoshte Imam Maliku, çfarë ka qenë fe në kohë pejgamberit alayhis salam betet fe deri në ditë kiametit. Çfarë s'ka qenë fe deri në ditë kiametit nuk është fe. Mirë po është e refuzuar nëse e bëjmë një punë me qëllim të adhurimit Zotit dhe me ofru Zotit me fitu kënaqësinë e Zotit, po s'ka bazë me ajet kuranor e as me traditë profetike, nuk ka në sunnet, në traditën e Muhamedit alayhis salam një bazë, atëherë është e refuzuar dhe është bidat. Wa kullu bidatin dalale, çdo bidat është dalalet, është devijim, wa kullu dalaletin fi an-nar, çdo dalalet devijim i cili të largon prej rrugës së drejtë Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam është në zjarrin e xhenemit. Në momentin që fillon khatibi, innal hamdalillah, fillon me laçet i mbyllin regjistrat e tyne dhe kthehen me e dëgju khatibin, me ngu hutben. Para mendoni mirësinë e khatibit ditën e xumë. Do të me pas frikë Allahun ai që man hutben, me ditë se ka me laçe në këto momente që obligimi i cilave ka qenë me i shkru emrat atyne që po prezantojnë sot ditën e xumë, edhe me ditë çka po flet. Çfarë po i thu xhamatit? E tu kallzu veç gjana kot sa koti, ai tu fol dhe ju tregon xhamatit ngjarje të cilat s'kan bazë në Kur'an apo Sunnet, apo merresh me hadithe të dobta apo të rrejshme me tregime të rrejshme, apo e mbron bidatin apo e sulmon Sunnetin, khatibi duhet me pas frikë Allahut dhe me ditë se çdo fjalë, vepër është u shkruar dhe kime dhonë llogari tek Allahu Taala. Këta që vinë ma herët, këta e kanë shpërblimin më të madh. Për shembull, në gjeneratat e para të muslimanëve, janë pa që ditën e xumë, masi ka lind dielli, ka shku grupe sikur në ditë të Bajramit. Kanë shku me fal namazin e xumës, me tesha të pastërta, të bukura, të mira, se porosiste pejgamberi alayhis salatu wassalam thoshte, është mirë që ditën e xumë të keni tesha, të bleni tesha të reja dhe mos vini me teshat e juja të punës. Është fjala nëse ke mundësi me ndru teshën, ndroje dhe hajde në mënyrën më të bukur, vendin më të bukur, në ditën më të bukur, më të mirë, me u paraqit para Allahu Taala. Me të thonë, ki takim me filan drejtorin, qoftë në komunë ose në vendin e punës, mënohet njëri mu pregadit, thirin darsën, pregaditet, rregullohet, pastrohet, se përshkën. Dhe sa, kur vije puna për çështën e namazit, shkele shko, me çka do që t'jemi, ashtu paraqitemi para krijuesit ton i cili na ka thirr. Me shku me fal namazin e xumës. Andaj laju, pastrohu, edhe shko më herët në xhami. Nëse shkon herët, më një herë, inshallah e ke shpërblimin, sikur me pas prej edhe me pas dhënë sadak një deve. Veç pse ke shku më herë në xhami. Këtë një xhamijat për fat keq janë të mbyllura shumice. Edhe me dash njëri me shku më herët, nuk e ke mundësi. Ata të cilët kanë punë, se ende i kuptoj. Me për njerëzit të cilët kanë kohë të lirë, është mirë që të zbatohet një sunnet i këtij. Ai që shkon orën e dytë ka sevap sikur me pas prej një lop sadak me shpërnda. Orën e tretë është sikur përngjason me personin i cili ka dhënë sadak e ka bë kurban një dele. Dhe sa ai i cili shkon pastene më vonë, më afër kohës e ezanit xumës, ai ka sadakën sikur me pas dhënë një pul ora e fundit pak para hyrjes së namazit të xumës, sadakaja të vlen sikur me pas dhënë një vezë fi sebilillah në rrugë të Zotit, me fitu kënaqësinë e Allahut Taala. Po më duket që shumica jemi që si vezagji, që si vojaxhi, të cilët inshallah nëse kemi hi para se me fillu khatibi me majt hutben, inshallah e marrim këtë sevap. Për ndryshe, na ik ky sevap. Dhe kur mbyllen regjistrat, edhe nuk shkruan, kur fillon hatibi nuk shkruan më me laçja,
ti e ke namazin e pranum të gjumaz, por e hump shpërblimin e namazit të gjumaz, ajo është falja mëkateve që ka ndodhur mes dy gjumave, gjatë tërë javës. Nëse shkon përpara, je i shpërblim të Allahu Teala, të regjistrohet emri nga melaqet, edhe inshallah e ke shpërblimin që të falen mëkatet gjatë tërë javës. Por nëse ke shku namazin e gjumaz, masi e ka fillu khatibi hutbën me majt, ti nuk ke shpërblim të faljes mëkateve javore, por e merr vetëm që e ke kry obligimin dhe e ke fal namazin e gjumaz. Pastaj kemi një hadith tjetër, thot pejgamberi sa kush merr gusël në ditën e gjumaz dhe pastron veten e tij sa të mundet, e pastaj parfymoset shtëpitë e tij, niset për në xhami dhe nuk shkakton ndami mes dy njerëzve që janë të ulur, pastaj falet aq sa i ka shkruar Allahu më u fal, domethënë ka shku më herët dhe ka bën namaz ibadet sa don. Nuk ka përcaktim, sikur që do të flasim për synet, a ka para namazit gjumaz apo nuk ka. Ka fal sa ka dash, se ka shku herët, çat bëj, ka shku 2 orë, 3 orë para ezanit, ai mundet me fal namaz sa ja ka leju Allahu Teala me fal. E ma pastaj e dëgjon me vëmendje atë çfarë thot imami, këtij njeriu do t'i falen gjitha mëkatet mes kësaj gjumaje dhe gjumaz tjetër. Hadithin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Ka një hadith tjetër dhe plus 3 ditë. Jo vetëm çato që i ke pas brenda javës, është fjalë për gjuna të vogla. Shiqimi, dëgjimi dhe gjëra të tilla të ngjashme, të cilat numërohen si mëkate të vogla. Po Zoti na ruaj, vjedhjen, hajnin, zinan, alkoolin, kamatën, mëkatet e mëdha që numërohen tek Allahu Teala, ato nuk t'i shlyen namazi edhe as namazi i gjumaz, ato kërkojnë teube të posaçme që me gojë dhe me zemër njëri me kërku falje dhe me u pendu karshi Allahu Teala. Do thotë ditën e gjumaz merr gusl. Laju. Ka pas shumë biseda të dietarëve në lidhje me çështjen a është obligative larje ditën e gjumaz apo është sunnet i fortë që me u la ditën e gjumaz para se me shku në namaz të gjumaz. Këto janë rregulla. Dhe debati është kogja i fuqishëm në lidhje me këtë punë, që a duhet mu la apo jo ditën e gjumaz. Dhe kogja janë të forta argumentet dhe mendimet e dietarëve që shtrëngojnë këtë çështje se duhet la në ditën e premte që kur bën me shku namazin e gjumaz me fal, me marr gusl paraprakisht me u la, edhe pastaj me shku me fal namazin e gjumaz. Mirë po ashtu me i la dhambët, me u parfymos, edhe kjo është prej syneteve të ditës së gjumaz. Këto janë të pëlqyme, që para se me dal, me shku edhe me i la dhambët. Bile Imam Ahmeti thot dhambët du të me i la me dorën e majt, se gjitha pastrimet që i bëjmë me dorën e majt. Për shembull, njëri kur pastrohet prej nevojës së vogël apo prej nevojës madhe, fiziologjike, atëherës e përdor dorën e majt, se e ka për pastrim. Han me djath, jep me djath, merr me djath, mirë po pastrimet i bën me të majt. Shtin ujë me dorën e djath gjatë abdesit, dhe edhe në hund me dorë djath, në gojë dhe në hund, dërsa e pastron me dorën e majt. Edhe Imam Ahmedi ka thonë pasi që bëjmë me pastrim, atër ka thonë le ta përdore dorën e majt gjatë përdorimit të misfakut. Misfaku është copë e rrajës, se një druni, lisi, që rritet në vendet e nxehta shkretinore, nxjerrin prej rrajve të saja, pastaj e pastrojnë, e lajnë edhe e përdorin për higjienën orale, higjienën e gojës, dhe është bitshëm, pa konkurrencë, është pastruesi më i mirë, dezinfektuesi më i mirë i gojës dhe i dhëmbëve. Do thotë, është prej sunetit para çdo namazit përdorimi i misfakut, po sidomos ditën e gjumaz
Në mungesë të misvakut mund të përdorim edhe brushat e dhëmbëve që i kemi neve në shtëpiat tona, për mirë është të kemi misvak. Po ashtu parfimosemi, dalim me tesha të mira, të lartë, pastrum, të rregullum, me pastrim të gojës, edhe të parfymosur, edhe shkojmë në xhami, inshallah nuk flasim, i afrohemi imamit, dëgjojmë me vëmendje, e marrim shpërblimin inshallah tek Allahu Teala për namazin e xumas. Po ashtu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, gjanat që s'duhet me i bë në kohën e namazit xumas. Nëse gjatë kohës kur imami mban hutbën ditën e xumas, ti i flet shokut që të pushoje, po flet dikush, po në telefon, ose po i tregon dikujt diçka, ose po bëjnë muhabet, edhe ti ju thu shuni, flet edhe ti, atëherë e humb sevapin e xumas, edhe ti. Edhe pse ke pas emër bil maruf, wa nahi anil munkar, ke urdhër për të mirë, ke ndalu për të keqës, ke dashur më thonë se tu fol hatibin hutbe, nuk bën ju me fol në namazin e xumas, po vetëm që kaq pse ke bë, faqad laga. E ke humb sevapin e xumas. Xumaja të numërohet që ke kry, po çat faljen e humb. Strikte disiplinimi i xhamatit në kohë të namazit xumas, mos me fol. Do thot mos me bë zhurmë, mos me komentu, mos me bë dhikr, lema muhabete të dynjas. Se në ndodh me pa në për xhamia, kur po shkoj po falem dikund, pi vrej njerëzit, se mos në borë ose dikund tjetër, po bëjnë muhabet me zvete, edhe pse khatibi është tu fol, e këta pëshpërisin me zvete, abesa edhe ndoshta edhe me za më të madh, dhe në këtë formë mbesin pa sevape. Humbin tërë sevapet. Po edhe ti me bëm ju thonë, me za shuni, edhe ti humb sevapet. Para menon se cili mi thonë, shuj ti, kush je ti me më thonë, mund të marrë deri te kacafytja, edhe këtë ka ndalu Islami. Me isharet, ka thonë dietarët, me shej, mi thonë shuj, në mënyrën që e kupton, nëse nuk lëshën za, inshallah e ka shpërblimin. Por kështu nuk bën me fol, se e hub sevapin. Dhe po ashtu, herët me shku, preferohet me bë daljen herët për në xhami, dhe nuk bën me i kalu njerëzit mbi kokat e tyne. Ka ndalu pejgamberi alayhis salatu wassalam që mos me kalu mbi kokat e njerëzve për me shku me fal namazin e xumas. Ke pa disa njerëz, vjen me vonesë, edhe nuk i pëlqen zotnis për jashtë me ndejt, do me hym brenda me pa hatibin, ose është ma ftoft për jashta, ose është më nxehtë, e pastaj çfarë bën, mbi kokat e njerëzve kalon safa, edhe hyn dyka. Këta e ka ndalu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kjo s'bën të ndodh. Mu kërku që mi shty safat, mi ngushtu radhet, me lshu hapësirë për xhamat të ri se s'pan azan, po kjo bën. Qoft imami, qoft dikush mezini apo dikush për xhamatit, mi thonë xhamat, ngushtoni pak hapësirën në mënyrë që të krijojmë hapësirë për vëllezërit të cilët na kanë bet prapa. Por me kalu mbi kokat e njerëzve, jo shesë s'ka vend. Me po kanë bë përjashtim dietar, kanë thonë nëse ka vend, që atje përpara ka vend, njerëz që tu afër derës janë nal, mi po brenda ka shumë vend, kjo bën. Pse këta se kanë respektu rregullin. Mirë po, nëse ka hyrë dikush përpara teje, vendi është i tij, nuk ka jotja me kalu mbi kokat e tyne. Prandaj duhet ta kemi parasysh edhe këtë lloj të sjelljes, që mos me kalu mbi kokat e njerëzve, edhe me i shqetësu se mundet me pas pa pastërti në teshat e tija, në çarapët e tij, edhe me
shqetësu vëllaun tënd musliman duke i kalu safat. Dhe kjo është do të thotë prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shembull, Hazreti Omer radiallahu anhu kur isha te çështja e larjes, Hazreti Omer e ka pa një person që qëndronte derisa vet ishte në minber Hazreti Omeri, e pa një burr prej muhaxhirëve, muhaxhirët kanë qenë muslimanë të Mekës, sahabi i tha Hazreti Omer radiallahu anhu dhe i tha, sa është ora? Në çfarë kohë je të ardhur? A e din kohën? Orë s'ka pas si sotit, po sa është koha? Tha isha i zonë me punë dhe nuk u ktheva fare në shtëpi, e kur dëgjova ezanin nuk bona asgjë veç abdestit, edhe erdha në xhami. Omeri i tha, a vetëm abdes pas ke marrë? Ndërkohë që ti e din se pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka urdhëruar që të marrim gusl. Thot na ka urdhëruar që të lahemi. Këtë transmetim na e transmeton Omeri, dhe më thonë e gjemë të sahihu i Bukhariut. Dhe askush prej sahabëve prezent nuk i thanë se çka e të i thonë, çfa po kërkon prej ti. Po përkundrazi e miratun duke e pa se shumica e sahabëve e kanë zbatu larjen ditën e xumë dhe të pastërt kanë shku në xhami për me e kry namazin e xumas. Po ashtu sheh për shembull njerëz të cilët flasin në telefon dhe mundohet me bë mirë gjatë dëgjimit të hutbes duke i përsërit fjalët e imamit, duke komentu fjalët e khatibit, apo duke bë dhikr kur khatibi flet ndoj ajet ose hadith, edhe ky komenton zëshëm, edhe këtë e kanë ndalu ulemaja për arsye se kanë thonë edhe kjo ka mundësi të hyje në çështjet e lagvit, edhe me qenë e kot edhe me qenë shkaktare që me na ufshin sebabët. Dhe kur të hynë xhami, as mos jep selam, kur dëgjon hutben, as mos fol me dikant, po edhe nëse ka nevojë me çu salavate kur të përmendet emri i pejgamberit alayhis salam, mos e bën këtë punë, mirë po mjafton salavate që çon ndaj pejgamberit alayhis salam imami khatibi, ndërsa mes dy hutbeve kur nalet khatibi ka mundësi që me bë salavate ndaj pejgamberit alayhis salam. Kjo ka qenë një fetva që e pata pyet Sheikh Albanin rahimahullah, që çfarë të bëjmë kur përmendet emri i pejgamberit alayhis salatu wassalam në hutbe, a duhet të çojmë salavate? Pa thonë që jo, se salavate me quaj sunnet, ndërsa me dëgju hutben është obligative dhe është haram e ndaluar me fol, e japim përparësi ndalesës para urdhëresës së sunnetit. Prandaj duhet që të jemi të vëmendshëm, të mos e përcjellim, do të thonë të mos pengojmë hutben edhe me fjalë të mira e jo vetëm me fjalë të kota. Lusë Allahun Taala inshallah që të përfitojmë prej mësimeve profetike të pejgamberit alayhis salatu wassalam, përmirësohemi dhe që të jemi inshallah më të vëmendshëm në lidhje me namazet tona dhe pasimin e mësimeve të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Allahu xhalla xhelalu na i pranoft namazet që i bëjmë, posaçërisht edhe namazin e xumas, dhe deri në takimin ton të radhës, lut Allahun Taala që të mbeten për kujdesin e krijuesit ton dhe Allahu Taala na takoft inshallah në takimin ton të radhës. Deri atëherë, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.